Gjana, të përshëndes, 63 vjeçari Prifti Kristaq Viso, 2 javë nën kujdesin e mjekëve, por me sa duket nuk ka mundur të mbijet të plagëve, apo jo? Po, në fakt, mëngjesin e kësaj të hëne, në spitalin e traumës ka ndërruar jetë dhe 63 vjeçari klerik i kishës ortodokse, Kristaq Viso, pasi nuk ka mundur të mbijetoj plagëve të marra në kokë, pavarësisht të gjithë mundimit dhe mbajtjes në monitorim të stafit të bluzave të bardha të spitalit të traumës. Në fakt, duhet të thënë që një ngjarje e cila ka ndodhur 2 javë më herët, bëhet fjalë në 19 maj, ku 63 vjeçari u rrëzua nga çatia e kishës Shën Triadhës në Korçë, duke marrë plagë të rënda në kokë dhe për 2 javë ka qenë në trajtimin intensiv të bluzave të bardha në spitalin e traumës, por për shkak të plagëve të marra nuk ka mundur që të mbijetoj. Pra ditën e sotme, rreth orëve të parë të mëngjesit, ka humbur jetën në spitalin e traumës. Kuptojmë mirë, Gjana. Faleminderit për këtë raportim të drejt për drejt nga spitali i traumës.